siç ju thash, policia dhe në rastin konkret drejtoria antiterrorit kishte mbledhur dhe informacione nëpërmjet intervistimit apo burimeve të saj, nëpërmjet informatorëve të saj, informacione të vlefshme, të cilat kornizonin më sakt autorët e mundshëm të asaj masakre. Por, duke ju referuar mënyrës se si çështja ishte trajtuar në 1994, ne fokusin ton kryesor e patëm në dy mënyra dhe dy drejtime. Në 1994, kur ndodhi masakra e Peshkëpis, prokuroria asaj kohe kishte çelur një çështje për aktin terrorist dhe një çështje tjetër për veprimet apo mosveprimet që shkonin në kuadër të shpërdorimit detyrës nga ushtarakët e repartit të atjeshëm. Dhe ishin dy çështje më vete. Çështjen e dytë që kishte të bënte me shpërdorimin e detyrës ushtarakëve e trajtoi prokuroria ushtarake e kohës si në Gjirokastër dhe në Tiranë, përrjedhoi dhe gjykata ushtarake, seksioni i gjykatës ushtarake pranë gjykatës penale. Ishte për gjykim. Ne kemi pas diskutuar, juve pata të thënë që është dukur një pjesë e materialeve që ka qenë në arkivën e gjykatës. Çfarë konstatuat konkretisht në fakt në atë kohë, sepse është bërë shpesh herë që u zhduk një procesverbal, një vendim, një letër, një shkresë. A mund ta sqarosh se çfarë nga dosja e arkivuar e kësaj çështje të masakrës së Peshkopis? Siç u thash, ishin dy fashikuj ose dy procedime që përrjedhoj kishin fashikujt e vet. Fashikulli i shpërdorimit detyrës, ku në të gjendeshin shumë prova materiale, shumë proces verbale autentike, ishte zhdukur. Kur them zhdukur, duke korrigjuar atë çka ju thatë, ishte zhdukur i tërë fashikulli, i tërë procedimi, nuk ishte zhdukur asnjë material, asnjë dokument, asnjë proces verbal, por i gjithi. Dhe në kërkesën tonë, për këtë arsye unë vendosa që me oficerët e policisë gjyqësore, të drejtorisë antiterrorit dhe të prokurorisë për krime të rënda në atë kohë, të hetojmë dhe të gjejmë ku ndodhet fashikulli i procedimit penal të ushtarakëve të cilët ishin akuzuar dhe dënuar për shpërdorim detyre. Pse e doja këtë? Sepse në këtë fashikull, siç u thash, kishte materiale prova shkresore të rëndësishme, të cilat ndikonin në mënyrë të drejtë për drejtë tek hetimi ynë dhe ke procedimi penal i akteve terroriste. Por çfarë gjetëm? Në arkivën e gjykatës Tiranës ishte vetëm fashikulli kartoni bosh, nuk ishte procedimi fare, dhe në vend të vendimit ishin dy flet formatit të bardha. Pra ishte zhdukur e tërë çështja, e tërë dosja, të tërë materialet.